A ban më umbulu, thot kjo gruaja pyet, me një organ me burrin? Kam dëgju që nuk ban. Motër, më varet aje në verë andimën. Nëse je në verë nuk ban më umbulu me një organ me burrin, për arsye se është nxehtë, edhe duhet me hek kreti organin. E nëse është dimër, atër ban. Nëse, kjo le tjetë si shaka kështu e thjesht. Wallahi nuk do ta kisha përzgjedh këtë pyetje sikur mos ishte fakti se shifni deri ku populli jon i merr këto sene, i beson, i përhap. Në rregull, ti ke pyet Allah shpëbleft, nuk du të akuzoj, sepse ndoshta ti e din këto po don me bën dobi për të tjerët. Allah shpëbleft. Por vjen keq pse është niveli kaq i ulët i këtyre bindjeve, i këtyre mendimeve. Është prej sevapeve, është prej gjërave të pëlqyme, është prej nxitje fetare që bashortja me nejt me bashortin e vet, mu afrua, me kalu mire, me nejt mire, me dash njëri tjetrin, me respektu. Burri pastaj me këtu shikimin me mendin, krejt ka gruaja vet, e gruaja ka burri vet, mos me kqyr poshtë e nalt. Ngrat huja, mburat huj. E nëse sot thojmë zban me një organ, nesër zban me një shtrat, mas nesër zban me një dhomë, mas nesër zban me një shtëpi edhe, atëherë jesim të ndamë gjithë për bashortëve dë veta. Allah na përmirësoft.